Keni qenë ndonjëherë në një test evakuimi? Unë po, sepse tek shkolla jonë bëhej 2 herë në vit. Caktohej një ditë nga drejtoria dhe të gjithë organizoheshim në atë mënyrë, sigurisht na kishim përgatitur më përpara, dhe në momenti që zilja e shkollës binte 3 herë me intervale të shkurtë, ky ishte sinjali që ne duhet të dilnim nga dalja emergjente, të gjithë në radhë. Dhe nga klasa dilte i pari ai që ishte pozicionuar më afër derës dhe kështu me radhë të gjithë do dilnim rresht për një tek dalja emergjente më e afërt me klasën tonë. Dhe me qetësi, ne duhet të dilnim dhe të largoheshim rreth 50 metra nga godina e shkollës, për të siguruar që në rast të rreziku ne do shpëtonim. Dhe në fakt edhe pse dini më përpara që atë ditë do bëj prova, nuk e di pse kur dëgjoja të zilen ashtu dhe shikoja gjithë njerëzit që dilnin në radhë, kisha një lloj ndjesie, një lloj frike, një lloj tmerri, një lloj ankthi. Dhe mendoja me vete, kur gjatë një prove kam ankth, imagjinojeni se çfarë mund ndodhte mua nëse do ishim vërtet në rrezik, nëse do binte vërtet zjarr në shkollë dhe vërtet do duhet të evakuoheshim. Kjo sepse ankthi luan rol shumë kyç në raste të tilla. Ka njerëz që kalojnë panik dhe fillojnë bëjnë, domethënë dalin komplet nga kontrolli. Ka edhe njerëz të tjerë që mpihen komplet dhe nuk dinë se çfarë të bëjnë dhe nuk lëvizin dot. Për këtë arsye, masat kundër zjarreve janë shumë strikte dhe duhet që gjithë njerëzit të ndjekin rregullat dhe të mos bëjnë sipas kokës tyre, sepse tragjeditë ndodhin dhe marrin jetë pafajshme. Siç ishte edhe rasti i zjarrit të ndodhur në diskotekën Puls në Koçan, në Maqedoninë e Veriut, vetëm disa ditë më parë. Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në Misterland. Unë jam Eri dhe këtu ne tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Vini t'ju paralajmëroj që zëri im është kuthrret qametis dhe kam qenë vërtet shumë keq, kam qenë me grip, kështu që ju kërkoj ndjesë nëse zëri im nuk është në formën e duhur sot. Një tjetër detaj që besoj keni kuptuar, sot do flasim për një tjetër tragjedi të madhe kur shumë njerëz kanë humbur jetën dhe nëse jeni të ndjeshëm ndaj këtyre historive, bëjeni skip këtë videon. Nuk ju siguroj dot që historitë të tjera, videot e tjera mbas saj do jenë më të mira, por ky është vibe i kanalit tim, kështu që shpresoj të më mirë kuptoni. Javën e kaluar kur unë po punoja për videon e herës kaluar, ndërkohë që unë po editoja videon, hap Instagramin dhe shikoj lajmet për këtë tragjedi. Ngjarja ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut dhe pjesa më e madhe e viktimave dhe njerëzve të përfshirë janë të etnisë maqedonase, kështu që emrat e tyre janë në gjuhën maqedonase dhe ka shumë shanse që unë duke mos njohur gjuhën mund t'i them gabim dhe edhe këtu kërkoj mirëkuptimin tuaj. Në të njëjtën kohë nëse kam thënë diçka gabim ose nëse nuk kam informacionin e duhur për këtë çështje dhe ju mbasi jetoni në atë vend dhe e dini më mirë se unë, mund ta lini te komentet dhe pa humbur kohë le të fillojmë me historinë. Dy sheh muzikës pop, Andrej Gjorgjeski dhe Vladimir Blazhev, kishin vite që bënin muzikë dhe ishin goxha të njohur, sepse bashkë kishin formuar grupin DNK, një grup që kishte korrur një sukses goxha të madh dhe ndiqej më shumti nga të rinj. Le të themi që kishte krijuar tashmë një pozicion të rëndësishëm në muzikën pop të Maqedonisë së Veriut. Të paktën për pjesën e Maqedonisë së Veriut që flasin gjuhën maqedonase dhe ndjekin atë lloj muzike. Mendoj që të rinjt shqiptar, edhe pse në Maqedoninë të Veriut, janë më të tërhequr nga muzika në gjuhën shqipe dhe me siguri ndjekin më shumë këngëtarët tanë. Por le të jemi sinqert, artistët në përgjithësi në Ballkan, në pjesën më të madhe të rasteve duhet bëjnë kompromise dhe të pranojnë edhe oferta pune jo shumë fantastike. Dhe Maqedonia e Veriut nuk është shumë ndryshe nga ne. Prandaj, me datën 16 mars të këtij viti, 2025, vetëm para pak ditësh pra, grupi DNK e gjen veten duke performuar në një diskotek që nuk dukej si një diskotek në fakt. Puls Club në Koçan, vetëm disa kilometra larg Shkupit, një
zon plot me ndërtesa me rrugë të ngushta ku edhe makinat kishin vështirësi. Pulse Club ndodhej në një ndërtesë që nuk dukej, siç u thash, nuk dukej si një klub. Ishte një klub i improvisuar. Kjo sepse kishte qenë dikur një dyqan tapetesh dhe përpara se të ishte një dyqan tapetesh kishte qenë një fabrik tekstili, diçka e tillë, dyqan tekstili, nuk kuptohet mirë. Një dëshmitar që dikur kishte punuar aty tregonte që kur ka dëgjuar që ishte kthyer në diskotekë ishte habitur sepse tavanet e kësaj ndërtese janë shumë të ulta. Nuk ka vend për skenë, nuk si mund ta ndërtosh një skenë aty, i bie që skena të jetë paralel me vendin ku janë personat. E megjithatë, shumë njerëz paraqiten atë natë për koncertin e grupit të famshëm. Të natë të pranishëm aty brenda ishin 500 persona. Por vetëm 250 prej tyre kishin prerë bileta, gjë që është e çuditshme. Dhe që këtu ne kuptojmë që ka diçka që nuk shkon me këtë klubin, po bëjnë disa gjëra të dyshimta në background sepse pse nuk deklarohen të gjitha biletat, ose pse janë lejuar të futen njerëz më shumë nga që janë prerë bileta. Ndoshta sepse vendi ishte aq i vogël sa nuk duhet të kishte më shumë njerëz për çështje sigurie, për arsye sigurie, nëse ambienti është shumë i vogël, nuk duhet të jenë më shumë njerëz aty brenda. Sidoqoftë, mbrëmja fillon normalisht, të gjithë të rinjt janë të ngazëllyer, janë aty për të dëgjuar grupin e tyre të preferuar, janë aty për t'u argëtuar, janë të rinj. Pjesa më e madhe, siç u thash, ishin të rinj. Dhe duan të argëtohen, nuk ka asgjë të keqe duash të argëtohesh. Nuk ka asgjë të keqe të shkosh në diskotekë, nuk ka asgjë të keqe të duash të bësh qef. Dhe kjo në fakt nuk ka lidhje as mosha këtu, edhe po të ishin pleq, nuk ka asgjë të keqe të duash të argëtohesh, dhe duhet paktën në një shtet të civilizuar të kesh të drejtën ta bësh të gjë në siguri të plot pa të rrezikuar jeta. E megjithatë ndodhi diçka atë mbrëmje. Më saktë në atë mëngjes, sepse tashmë kishte kaluar mesnata. Ishte ora 2:35 kur gjatë performancës ndisen fishek zjarre. Teknikisht këto fishek zjarret janë të kontrolluara, janë të siguruara, nuk duhet të shkaktojnë dëme. Supozohet të ketë një lloj licence speciale që të sigurohet që këto fishek zjarret mund të përdoren edhe brenda ambienteve. Nuk e di nëse keni qenë ndonjëherë në dasma dhe keni parë që fillojnë këto fishek zjarret ndizen kur kërcen çifti. Janë pikërisht këto lloj fishek zjarre që quhen shatërvanet e skenës, stage fountains, dhe i përdorin shumë diskoteka. Mbani mend që ju thash që tavani i kësaj godine ishte shumë i ulët? Një pjesë e tavanit merr flak për shkak të këtyre fishek zjarreve dhe flakët fillojnë të shpërndahen kudo. Në fillim njerëzit nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh. Në fillim nuk merret seriozisht. Një pjesë e njerëzve mendoi që është thjesht një moment i vogël, me siguri do ndërhyjnë, do e shuajnë zjarrin dhe do vazhdojnë mbrëmja si zakonisht. Një person tregon që kishte parë një grumbull të rinj, fëmijësh, ajo fëmijë, dhe i kishte thënë duhet të dilni, le ta evakuojmë sepse po shpërndahet zjarri dhe ata kishin qeshur me të. Nuk e kishin marrë seriozisht. Por zjarri vazhdon të shpërndahet. Ka disa video që janë kapur në momentin që ka nisur zjarri, dallohen disa njerëz që mundohen ta fikin dhe pikërisht tu fillon paniku. Njerëzit fillojnë të kuptojnë që ka diçka që nuk shkon sepse nuk po arrin dot ta shuajnë zjarrin. Deri në momentin që njëri nga këngëtarët merr mikrofonin dhe i thotë duhet të ikni, duhet të evakuoheni. Këtu fillojnë njerëzit të kuptojnë që ka diçka që nuk shkon dhe duhet patjetër të dalin, por pikërisht këtu fillon dhe paniku. Pra evakuimi, siç u thash unë, duhet bërë në një lloj mënyre të qetë, duhet të jeni në radhë, nuk duhet të filloni të shtypni njëri tjetrin, por në këtë rast njerëzit fillojnë nga frika të shkelin njëri tjetrin për të dalë. Një pjesë e tyre tentojnë të dalin nga dritarja e banjos, por kur shkojnë atje, kuptojnë që dritarët e banjos kanë hekura dhe nuk mund dalin prej aty. Kështu që nisen drejt të vetmes dalje që kishte lokali. Dhe janë 500 njerëz që duhet dalin nga vetëm një derë. Ndërkohë që zjarri tashmë ka marrë pothuajse gjithë kontrollin e gjithë godinës. Shumë njerëz u asfiksuan dhe nuk kishin as fuqi të ecnin për të dalë nga aty, kështu që shumë të tjerë u detyruan të rikthehen mbrapa dhe të shpëtojnë sa më shumë njerëz, sepse njerëzve po i bin të fikët dhe po ngelnin aty. Mes këtyre personave ishte dhe Andrej Gjorgjeski, këngëtari i grupit, i cili është rikthyer disa herë sipas dëshmitarëve për të nxjerrë njerëz që kishin mbetur brenda. Dhe në tentativë për të shpëtuar sa më shumë njerëz,
Andrej Gjorgjeski do të humbi jetën. Andrej nuk është i vetmi që ka vdekur duke bërë një gest heroik, janë dhe disa tjerë që kanë tentuar të ndihmojnë sa më shumë njerëz për t'i nxjerrë që aty dhe kanë humbur jetën, disa tjerë fatmirësisht kanë shpëtuar. Zjarri nis në orën 2:35 të mëngjesit dhe telefonata për ndihmë bëhet në orën 2:48. 10 minuta më vonë. Problemi është që rrugët që çojnë drejt këtij klabit të improvizuar ishin shumë të ngushta, siç u thash, dhe zjarrfikësit kanë vështirësi që të shkojnë aty. Përveç kësaj, komuna e Koçanit është shumë pak e furnizuar me mjete për ndihmën e shpejtë. Mes tyre edhe ambulanca, edhe zjarrfikëset. Kështu që imagjinojeni vetë në çfarë niveli ka arritur zjarri në momentin që zjarrfikësit më në fund arrin të ndërhyjnë. Ambulanca kishte shumë pak. Për këtë arsye shumë njerëz detyrohen t'i çojnë njerëzit e lënduar në spital me makinat e veta. Pra qytetarët e thjeshtë kanë marrë makinat dhe kanë çuar njerëzit në spitale. Problemi qëndron që edhe spitalet ishin shumë të pak të furnizuara dhe nuk kishin mundësi të ndihmonin të gjithë. Dikush tregon që në tentativë për të shkuar për të takuar motrën e tij që ishte në spital, ishte dashur të kalonte mes korridorit ku kishte trupa. I kishin lënë në korridor sepse nuk kishte vend për gjithë. Viktimat ishin nga mosha 14 deri 48 vjeç. Pjesa më e madhe ishin minoren. Në këtë kaos shumë prindër afrohen në tentativë për gjetur fëmijët e tyre. Shumë ishin të shqetësuar, disa nuk e dinin a janë gjallë, disa nuk e dinin deri në çfarë pike janë lënduar, sa janë plagosur, a do i mbijetojnë plagëve të mara. Prindrit janë në panik. Kjo është tamam, domethënë, të merri më i madh për një prind. Do të jetë makthi më i madh që bëhet realitet për një prind që kërkon fëmijën dhe nuk e di a e ka gjallë. Dhe bilanci i kësaj tragjedie, paktën deri më sot, është ky. 59 të vdekur dhe 196 të plagosur. Pjesa më e madhe të plagosurve janë dërguar për kurim jashtë shtetit. Të gjithë shtetet fqinje kanë ofruar ndihmën e tyre. Edhe shtetet që nuk është se kanë marrëdhënie shumë mirë me Maqedoninë e Veriut, si Bullgaria për shembull, pjesët e lënduarve në fakt ishin çuar për kurim në Shkup ose në spitale të tjera më të furnizuara se spitali në Koçan, e megjithatë edhe ata nuk ishin aq furnizuar sa që të trajtonin këtë lloj plagësh. Por kjo tragjedi nxorri në pa shumë probleme të tjera të shtetit Maqedonas. Një nga shoferët e ambulancës që ka bërë 11 rruga të natë, mbasi kthehet në shtëpi për të pushuar, vdes në gjumë nga një arrest kardiak për shkak të lodhjes së tepër. Jo sepse nuk ishte ambulanca më shumë, kështu që ti personi ti është dashur të bëjë 11 rrugë brenda një nate, në stres se si bërë, duke u munduar që t'i shpëtojë jetën këtyre personave dhe në fund ka humbur vetë jetën. Përveç njerëzve që kishin shkuar për qef, si thua atë natë në diskotek, humbin jetën edhe pothuajse të gjithë pjesëtarët e grupit të muzikor që ishin aty për të punuar atë natë. Tani pjesa më e madhe e tyre kanë ndruar jetë në vëmngjarje, 2 të tjerë janë çuar në spital dhe kanë humbur jetën më vonë për shkak të plagëve të mara. Por ironi fati, shumë e ngjashme me histori që u tregova javën e kaluar, edhe këtu fillojnë të ndryshojnë gjërat dhe fillojnë të merren masa mbasi ka ndodhur tragjedia. Sepse sigurisht që fillojnë hetimet për të kuptuar se pse kishte ndodhur gjitha kjo, sepse siç u thash, këto lloj fishek zjarresh përdoren kudo, pse pikërisht këtu u desh të merrte flak e gjithë godina. E para njëherë kjo godinë nuk kishte lejen për të bërë festa të mëdha. Në fakt kishte lejen për të qenë dyqan. Dhe këto lejet jepen nga shteti, kështu që shteti këtu ka gabuar. Dhe këtu kuptohet që janë bërë ca ndërhyrje në shtet për të pasur ca leje që në fakt nuk mund t'i merrnin, sepse vendi ishte shumë i vogël për të bërë festa. Dhe pikërisht kjo leje që ishte dhënë këtyre për të bërë këto festa të mëdha, që nuk duhet t'i jepej, ishte dhënë këtyre, por nuk ishte shkruar në sistem. Pra, në sistemin e shtetit, në database, nuk rezulton që këta kanë leje për qenë një diskotek. Jo për gjë, por siç u thash, nuk i plotësonin kushtet për qenë një diskotek. Një tjetër problem shumë i madh ishte fakti që këtu nuk kishte asnjë lloj sistemi alarmi. Në këtë godinë nuk kishte sistemi alarmi në rast të zjarri dhe për këtë arsye kjo ka shtuar sigurisht
shanset që kjo tragjedi të ndodhë. Përveç kësaj, ishin përdorur disa materiale për të izoluar zhurmat, në mënyrë që muzikat mos shqetësonte njerëzit jashtë dhe të mos kishte pastaj ankesa, por ishte përdorur një lloj materiali që është ilegal dhe është sepse digjet shumë lehtësisht. Mbi të gjitha, ky materiali kishte mbuluar dhe daljen e emergjencës. Prandaj, kjo godinë kishte vetëm një dalje. Nëse dalja e emergjencës do ishte e lirë, ndoshta viktimat do ishte shumë të pak në numër ose më mirë nuk do kishte viktima fare. Për më tepër, ishte vetëm një bombull për të shuar zjarrin. Me pak fjalë, nëse do ishin respektuar ligjet dhe rregullat dhe nuk do ishin dhënë leje pa respektuar si thua kushtet minimale, kjo tragjedi mund të ishte shmangur. Deri më sot janë kryer rreth 30 arrestime. 30 persona po ndiqen penalisht për shkak të neglizhencës që kanë treguar në këtë rast. Kjo tragjedi në fakt nxorën pa edhe shumë klabe të tjera që operonin në këtë lloj forme pa respektuar rregullat. Edhe këtu pra u desh të ndodhte keqja që këta të kuptonin që ka klabe që nuk i respektojnë rregullat. Dhe fal ndërhyrjes tani, fal kontrolleve, shumë prej tyre janë mbyllur. Janë arrestuar 7 policë që mendohet se kanë ndërhyrë për t'i dhënë këtij klabit atë lejen për të bërë këto festat. Janë arrestuar dhe 3 kryebashkiakët e fundit të zonës së Koçanit, sepse mendohet që ata kanë qenë në dieni për gjitha këto gjërat, por nuk kanë bërë asgjë për ta ndaluar gjatë gjithë këtyre viteve, sepse kjo diskotek funksiononte prej vitesh. Dhe nuk mund bëjnë asgjë për t'i bindur njerëzit që prej gjithë këtyre viteve, domethënë shteti nuk pas ka qenë në dieni që kjo diskoteka duhet mbyllej dhe po bën gjëra ilegale. Për më tepër, nuk kishin asnjë lloj kontrate me grupin muzikor. Nuk çdo gjë është e bërë kështu poshtë tavolinës. Një tjetër gjë që shtoi shqetësimet për njerëzit që kanë mbijetuar por kanë thithur tymin e djegjes së këtyre materialeve, është sepse mendohet që këto materiale të kenë edhe substanca kancerogjene që mund të jenë lëshuar në ajër kur është djegur. Dhe për këtë arsye ministri ka dalë duke thënë njerëzve, shkoni tek doktori dhe sigurohuni që nuk ju ka ndodhur asgjë dhe jeni mirë. Dhe duhet monitoroheni tani për vite me radhë për të siguruar që nuk keni thithur tymin kancerogjen. Pas ekspertëve, në fakt, pjesa më e madhe e viktimave nuk kanë vdekur nga plagët e zjarrit, por kanë vdekur nga që kanë shkelur njëri tjetrin. Një vajzë tregon që ka rënë nga shkallët dhe njerëzit e kanë shkelur, kanë kaluar përsipër, kështu që sigurisht që këto plagë janë shumë të rënda. Nuk është hera e parë që ndodhen këto lloj fenomenesh. Nga paniku nuk e kuptojnë që po vrasin njëri tjetrin. Kjo është një nga arsyet sepse nuk duhet lejoheshin kaq shumë njerëz brenda një vendi kaq të vogël. Sigurisht që pronari i këtij klabit u arrestua, Dejan Jovanov, bashkë me djalin e tij, dhe gjitha kjo solli një zemërim shumë të madh tek njerëzit e thjeshtë që u ngritën të protestonin, madje u ngritën dhe shkuan të dëmtonin bizneset e tjera të Jovanov dhe akoma vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. Dhe shpresojmë vërtet që drejtësia të vihet në vend, por duke i njohur politikanët, frika është e madhe që edhe këtë herë të presin derisa të ftohet rasti dhe pastaj të bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë dhe t'i hedhin paq. Një gjë që më bëri përshtypje dhe këtu mendimi mund të jetë pak kontrovers, se ndoshta disa prej jush nuk do jenë shumë dakord, por preferoj të mos jenë dakord, të largohen nga kanali im njerëzit që nuk kanë empati as për tragjedi të tilla. Nga një anë, pam se si në momentin e tragjedisë politika nuk është më e rëndësishme, njerëzit lënë më një anë të gjitha diferencat e tyre dhe bashkohen për të ndihmuar ata që janë nevojë. Sepse pam se si shtetet ndryshme dhanë ndihmesën e tyre dhe një gjë të tillë kanë bërë edhe kurator Meti në Shqipëri. Shtetet të ndryshme dhe shtete me të cilat nuk shkojnë dakord ofruan ndihmën e tyre dhe ndihmuan. Kjo sepse në moment të tillë, në moment nevoje, çdo gjë duhet lënë mbrapa dhe duhet të tregojmë empatik. Dhe nëse edhe në moment të tillë ku ti shikon një tragjedi kaq të madhe, ti akoma mbani natë politike dhe thua, po t'na kishte ndodhur neve atyre do i bëhet qefi, për mua ti je zero.
Dhe them këtë gjë me empati më të madhe për gjithë shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë Veriut. Nuk mendoj që është e lehtë për shqiptarët që jetojnë atje. Nuk ka qenë e lehtë deri më sot, e megjithatë nuk jemi në luftë. Se shumë njerëz thonë kështu, lufta, do disi lufta atëherë në cilën anë do rishtin, nëse bën miqësi. Nuk jemi në luftë. A është Maqedonia e Veriut një shtet ku shqiptarët trajtohen si qytetarë barabartë me pjesën tjetër? Jo, me siguri jo. Me siguri ka akoma shumë rrugë për të bërë. E dini kush është e keqja? Pjesërisht fajtor për këto janë vetë politikanët shqiptarë, sepse po shteti Maqedonas nuk është vetëm në dorë të maqedonasve. Një pjesë e mirë e politikanëve në Maqedoni janë shqiptarë dhe një pjesë e mirë e tyre janë përfshirë në skandale ku kanë shitur interesat e popullit tyre për të mbajtur karrikën. Po shikoja emrat e ministrave dhe ministri i shëndetësisë më duket se është shqiptar, nga emri duket shqiptar, ka emrin Arben. Kështu që këta janë në atje, janë në politikë, janë në qeveri. Dhe nëse nuk bëjnë këta për shqiptarët që jetojnë në Maqedoni, nuk do bëjnë me siguri pala maqedonase. Dhe po, ka shumë nacionalistë që i urrejnë shqiptarët, ka shumë maqedonas që me siguri janë ushqyer me propagandë kundër shqiptarëve gjithmonë. E megjithatë ky ishte rasti ideal për t'i dëshmuar atyre që shqiptarët nuk janë armiqtë e tyre. Për t'i dëshmuar popullit Maqedonas që shqiptarët nuk janë ashtu si politikanët i kanë bërë ata të besojnë se ne jemi. Dhe këtë gjë shqiptarët e Maqedonisë e treguan, sepse një pjesë e mirë e familjarëve të viktimave dolën duke thënë që na kanë ndihmuar shqiptarët. Dolën duke treguar se si janë çuditur, se si shqiptarët janë treguar kaq gatshëm për të dhënë ndihmën e tyre, se si shqiptarët ishin të parë që morën telefon për të siguruar që këta ishin mirë. Dhe këtu i them një bravo të madhe shqiptarëve të Maqedonisë që kanë treguar një qytetari që është vështirë të gjendet. Sidomos kur ka idiot nëpër internet që përballë një tragjedie të tillë qeshnin ose thonin mirë t'i bëhet, që për mua është një shenjë mungesë empatie e theksuar dhe në momentin që ti nuk ke empati, çfarë lloj njeriu je? E para një herë ne nuk mund ta dimë që se gjithë ata që vdiqën në këtë tragjedi ose u lënduan në këtë tragjedi kishin një mendim politik anti-shqiptar. Kështu që këta mund të jenë thjesht qytetarë Maqedonas që me siguri nuk kanë asnjë lloj urrëtie kundër shqiptarëve, janë thjesht qytetarë thjesht. Dhe ashtu si ti nuk mund të fajsosh gjithë shqiptarët, gjithë popullin shqiptar për atë që ka bërë një pjesë e tyre, dhe unë jetoja shtetit dhe e di se si ndihem dhe ndihem shumë keq kur fajsohem unë për atë që kanë bërë ca shqiptar këtej, besoni nuk kanë bërë gjëra të bukura. Kjo sepse për shembull tregu i kokainës dhe prostitucionit në Firenze të Italisë drejtohet nga shqiptarët. Dhe unë nuk pjesë e këtij rrjeti kriminal, kështu që nuk shikoj se pse unë duhet paragjykohem për këtë arsye. Dhe ne shqiptarëve na vjen shumë inat kur na paragjykojnë për atë çfarë kanë bërë ca shqiptarë të tjerë dhe themi ne, po ne nuk jemi si ata. Thjesht sepse jemi shqiptar nuk do thotë që edhe ne bëjmë gjëra ilegale. Atëherë vlen e njëjta gjë edhe këtu. Nuk mund të fajsojmë një popull të tërë për atë çfarë bën një pjesë e këtij populli. Shpeshherë këto trazira nuk i bëjnë popull, nuk i bën populli thjesht, i bëjnë politikanët për interesat e tyre. Sepse nacionalizmi shërben politikanëve që të shpërqendrojnë njerëzit nga fakti që vetë po e ndrisin në punën që po bëjnë. Kjo sepse kur kris lufta pastaj, këta e nxisin, politikanët e nxisin, por kur fillon lufta, çojnë në betejë njerëzit e thjeshtë, nuk është se dalin vetë luftë. Kur ka qenë hera fundi që keni parë një politikan të marrë armët dhe dalë të luftoj vetë? Jo, çojnë njerëzit e thjeshtë, vetë rinë në apartamentet e tyre luksoze. Prandaj mos bini pre e këtyre propagandave të politikanëve dhe të humbisni njerëzillikun tuaj, të humbisni empatinë. Edhe sikur këta njerëz vërtet të kishin pasur një opinion nacionalist, e para do ishin viktima të propagandës. Dhe ne shqiptarët jemi të fundit që mund të kritikojmë shtetet e tjera për propagandë, se ne kemi ngrënë propagandë për 40 vjet dhe s'kemi bërë zë goje. Kështu që nuk është kjo një arsye për t'i uruar atyre këtë gjë kaq të tmerrshme. Por edhe sikur t'ishte vërtet kështu, edhe sikur këta t'ishin vërtet të gjithë urryes të shqiptarëve, një gjë që ne nuk mund ta dimë, nëse ne i urojmë atyre të njëjtë gjë që ata na urojnë neve, atëherë ne nuk qen kemi më mirë se ta. Atëherë ne qen kemi hipokrit, që kemi njësoj si ata, që kemi edhe ne njerëz të këqij. Kështu që kujdes me çfarë postoni në rrjetet sociale, kujdes me çfarë thoni vërdall, sepse
Sot i ndodhi atyre, nesër mund ta ndodhi neve. Sot ndodhi në një klub maqedonas, nesër mund ndodhi në një klub shqiptar. Larg qoftë. Por mund ndodhi. Por kur të ndodhi, pastaj mos qani sepse nuk po tregojnë empati shtetet e tjera dhe popujt e tjerë kundër nesh dhe po gëzohen që na ndodhi e keqja. Njerëz të këqij kanë në çdo shtet. Po ashtu ka dhe njerëz të mirë në çdo shtet. Kështu që le të mos fokusohemi te e keqja, të fokusohemi te e mira dhe të ndërtojmë shtete ku fëmijët tanë do jetojnë në paqe me njëri. Dhe të mendojmë gjithmonë kur do nisi lufta, sepse e patëm dhe luftën dhe e pam se çfarë na bëri. Për të mos folur për ata që pastaj e kthyen në diçka fetare. Një gjë që unë urrej shumë është kur përdoret feja për të bërë propagandë. Dhe fatkeqësisht pash edhe postimet njerëzve që thonë, ja, shiko ç'a ndodh kur shkon në diskoteka, shiko ç'a ndodh kur dhe harrojnë që feja është diçka personale. Dhe nëse ti e konsideron veten tënde besimtar, nuk mund të gëzohesh kur dëgjon për një fëmijë që është djegur i gjallë në një diskotek, thjesht sepse ka shkuar në diskotek. Të shkosh në diskotek nuk vret njeri. Është ndaluar nga feja, po shumë gjëra janë ndaluar nga feja. E megjithatë ti nuk je Zoti që ti gjykosh. Kështu që edhe këto po sinqerisht mua më mërzitën shumë sepse e përdorin fen vetëm kur i leverdis këtyre. Kur vjen puna pastaj te gjërat e rëndësishme, nuk futemi dot se janë gjëra personale. Kjo ishte një tragjedi shumë e madhe që goditi ata dhe nesër, siç u thash, mund na godiste neve. Na ka ndodhur edhe neve tragjedi të mëdha. Dhe dim shumë mirë se sa dhëm të humbasësh kaq shumë njerëz të pafajshëm. Dhe shpresoj që një ditë të jetojmë në paqe në Ballkan. Dhe edhe një herë i falenderoj shqiptarët e Maqedonisë që u treguan kaq qytetar dhe kaq të gatshëm për të ndihmuar në këtë rast. Na ka zbardhur vërtet faqen. Bravo. Dhe për gjithë ata që mund të mërziten sepse ky është qëndrimi im, nëse ju jeni njerëz kaq pa pikë empatie, siç u thash edhe një herë, mos qëndroni fare te kanali im. Kanali im duhet të jetë një vend i sigurt për gjithë njerëzit, pa marrë parasysh kombin, fen, gjyrë e lëkurës. Këtu jemi vetëm për të ndërgjegjësuar njerëzit që të bëhen njerëz më të mirë. Siç u thash, kam kritikuar kombet e tjera kur ka gabuar ata, por nëse nuk kritikojmë njëri tjetrin kur jemi ne që gabojmë, nuk mund të kërkojmë llogari tek të tjerët. Dhe kjo ishte edhe historia që kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që të keni mësuar diçka dhe edhe pse nuk është në dorën tuaj, nëse do shkoni në ndonjë vend, në diskotek, diçka, mbas të lexoni disa informacione përpara se të shkoni, ose mundohuni të ruani qetësinë nëse gjendeni në një situatë të tillë. Unë ju falenderoj që e shikuat videon dhe ne do të ritakohemi të premten e ardhshme, shpresoj me një tjetër video. Ciao.